në BE, besoj ose jo, për 94-95. Dhe 97 ka qenë turnaround, ose ka qenë, më thonë ajo, vula më shëmtuar. Gunga jo. Që ne i vun vetës, ana e vuna, diskutojmë, arsyetojmë, por mendoj që ja kemi vënë vetës. Dhe kjo, padyshim që na ka gremisur, na ka kthyer shumë mrapa në kohë. Jashtë masa shumë mrapa. Dhe ai ka qenë një trend shumë rëndësishëm. Kam parasysh, shiko, sot flitet për IPA, për instrumentat të Bashkimit Evropian, atëherë ka qenë fare shumë aktiv. Shumë aktiv, jashtë masa shumë aktiv. Dhe ne kemi humbur atë. Dhe atëherë disi hyen BE shumë rehat. Për mundësi që si ishme një shtet i vogël. Kur BE bëri kompromis me Rumaninë, me Bullgarinë, me Greqinë, me Portugalinë. Jo, Greqia me ato 4 kushte në 81-shit kam qesh me lot kur kam lexuar. Kanë bërë kompromis, pra këtë po them. Shqipëria ishte shumë pranë. 4 kushte. Realisht ishte shumë pranë kompromisit. Dhe 97 na ka kthy shumë mrapa. Pastaj pas 97-s po ta vesh re me vëmendje, kemi shpikur çdo gjë, absolutisht çdo gjë. Çka ka shpikje dhe racionalizim në shpinë toks, e kemi shpik për të krijuar, për të larguar gjithmonë më shumë nga procesi dhe tash kemi me kujton ç'thot Macroni, ç'thot ata kanë hallet e tyre, gjithmonë më shumë Europa ka hallet e tyre, po ta vesh re me vëmendje. Nuk është se dha atëherë ka pas hallin tonë, dha atëherë hallet e tyre kishin, po ishin më të etur për të krijuar hapësira gjeografike dhe politike. Sot sigurisht janë më të saturuar, perëndimi është më i saturuar. Domethënë një gjerman që shef të lagja të një emigrant sigurisht që nuk i vjen mirë. Ashtu siç një parizien tradicional, kemi harruar emrat francez më burr. Po ta vesh me vëmendje në Francë nuk ka më kështu Jean-Pierre, kështu ka Abdullah. Do luaj kontarja sot në Francës. S'ka francez. Kjo është. Imagjinoni çfarë stresi permanent kanë këto shoqëri në perëndim sot që të fillojnë të mendojnë edhe për... Okej, se unë do dalte zgjedhjet për cilat është diskutimi, por zoti Menjani, ju thot gjë ju personalisht, edhe si një aktor politik që në 11 zgjedhje parlamentare mbas rrëzimit të komunizmit, 7 herë i kanë fituar të majtet, 4 herë të djathtë. Po, më thot shumë, është ajo që është sentenca që e kemi thënë të gjithë, është thënë rregullisht që populli shqiptar voton, po themi majtas për konveniencë mohabeti, se këto të majtet djathtë nuk ka, po është trashëgimia. Po, patjetër, është në shumicë voton të majta. Është kështu, është trashëgimi, ka ngel këtë. Trashëgimi nga kush? Ka trashëgimi nga komunizmi, po patjetër. Nga komunizmi dhe vazhdoi? Padyshim. Aq shumë është ngullitur 35 vjet? Është pjesë e shoqërisë shqiptare. Po 35 vjet. Po 35 vjet nuk ka asgjë, mund të jenë edhe 135 vjet. Sepse shiko, unë mendoj që kjo analizë duhet bëhet më e thellë se sa mund ta bëjmë ne tani këtu në pak minuta apo qoftë në 1 orë. Ajo që i ka munguar shoqërisë tonë 35 vjeçare është analiza vetvetes. Pak kush ka marrë përsipër të analizojë Shqipërinë ose shqiptarët e kohës. Shumë pak. Po them në Faik Konic kur ka qenë gjallë, që kishte ca sentenca, ca narrativa të frikshme, më thonë vërtetën, po të vërteta gjerë në dhimbje. Tek tuk në Rilindes, Çajupi, brillant. Nëpërmjet humorit, ka zbërthyr të gjithë historinë ose qasjen e shoqërisë shqiptare. Sot, nuk e di, i fundit që maj menu në 35 vjet në botën e humorit, ka qenë Koço Devole, brillant, super inteligent. Analizë e papar e shoqërisë shqiptare në një etyd. Po pse politikan nuk fut në asnjë? Politikanët janë interesatxhi. E lexojnë Shqipërinë aq sa duan dhe për aq sa e duan. Mos fol keq se ke qenë dhe ti politikan. Po patjetër. Unë nuk thash që kam bërë ndonjë gjë mirë. Ti ke funksionuar si interesatxhi? Unë nuk e besoj këtë. Për sa kohë që jeni politik do funksionor si interesatxhi, përndryshe del nga politika. Je penduar. Po del nga politika. Po je penduar që ke funksionuar si interesatxhi? Jo, nuk është problemi jam penduar, po si jam penduar. Problemi është që aq sa më dash mua me mbijetu në politik, patjetër që interesi ka qenë prezent, patjetër që po. Tani penduar apo jo, zita të them, po ndoshta duhet ta kisha vazhduar dhe pak interesin që tisha në politik. Qofse kjo quhet pendim, okay. Po kjo është vërteta, duhet të thënë vërteta. Do të pyes edhe për pjesën që ju keni qenë në politik, por vinte zgjedhjet. Mund të thuash me pika ju po thuaj se çdo ditë keni qenë aktiv dhe keni dhënë argumentat tuaja për rezultatin e zgjedhjeve, që tashmë është certifikuar në një farë mënyrë. Akoma nuk kemi raport ose BE-o diri, po pse fitoi PS dhe pse humbi PD në mënyrë të koncentruar?
thash edhe një herë, do preferoja të ishte një analizë sociale. Janë disa pyetje në shoqërinë shqiptare që meritojnë përgjigje. Fjala vjen, pse shqiptarët rendin tek më i forti gjithmonë? Pse? Te laci. Dhe kjo lidhet me Patjetër, është pjesë e analizës. Ose pse shqiptarët, pse na mungon sinqeriteti kombëtar më burr, po kërkojmë gjithmonë që ose pse gjithmonë viktima është fajtore. Pse gjithmonë i smuri ka faj? Ose si ka mundësi që çdo fenomen paqësor ne kemi luftë kundër këtij, luftë kundër atij, luftë pafund dhe nuk luftojmë askënd. Ne s'kemi luftuar kurrë. E kupton? Kemi luftuar. Kur mas njëherë më bule, çka kemi luftuar? Po njëri tjetrin po. Njëri tjetrin e kemi bërë cop. Mirë. Sa kemi mund. Po luftë ne. Edhe 1920, rezistencë luftës së dytë botërore. Aman. Jo. Dakor, mirë. Okej. Lutem tani. Them që nuk se ju e zhvlerësoni. Luftë quaj ata që bëjnë, ku diun, rusët, që bëjnë gjermanët, që bëjnë francezët. Të rinj të reja që lanë studimet në Perëndim dhe erdhën këtu për luftuar fashizmin, zoti Manjani? Respekt, por siç e shef, ku përfundoi ajo? Përfundoi eksakt përfundoi tek një mjedis, tek një shoqëri që nuk e vazhdon gjatë gjën. Por le të kthehemi tek analiza e shkurtër se kjo nuk. Unë do preferoj një analizë më të thellë. Shqiptarët votojnë të fortin. Votojnë të fortin. Dhe në zgjedhjet e 11 maj kanë votuar të fortin? Kjo është prezencë e përhershme. Po ç'është kjo sindrom? Doni të bëjmë një analizë zgjedhore? Po patjetër. E djatha është quajtur ose Partia Demokratike ka fituar vetëm një herë më, që ka qenë frymë popullore e vitit 92. Jo, 4 herë. 92 fitore, flas me votë popullore. Mirë, ajo ishte për ndryrimin e sistemit, po pra, ajo ka qenë vetëm. Në të gjitha zgjedhjet e tjera, nuk po qyna 96-ën, e kishte të fituar, po jo, nuk po e llogaris në këtë analizë. Në të gjitha zgjedhjet e tjera, as 2005-ën? Po nuk e ka fituar 2005-ën, votën popullore kishte kundër. Ishte përçarja të majtas që solli. Në 2009 e ndihmuat ju të LSI-s. Në 2009 e ndihmuat ata të LSI-s, se atëherë nuk isha kundër këtyre. Po çon si ka. Ka ngatrova vitin, po ke qenë pak vonë. Po, domethënë në 2009 me gjithë përpjekjet, pa ishte në pushtet Partia Demokratike, nuk i mori dot 71 mandate. Ti jemi realist, ju desh ndihma e LSI-s që 4 votat e arta. Që të rrinte në pushtet. Pra, kur nuk është votuar Partia Demokratike. Dhe kjo tregon eksakte që po them. Po jo 50 deputet me 83. Tani do vim edhe tek 50 me 83, por fakti është që trendi është i majt. Kjo është e vërteta. Shoqëria shqiptare preferon establishmentin, preferon atë që ka qenë, qoftë me pak korrektiv ose me një retushim. Ky është fakt. Po. Dhe përballë këtyre duhet të jesh shumë trikaxhi, duhet të jesh shumë trika, që di të bësh triks. Si thon hileqar, po desha, pak më shqip. Duhet dish ca marrë fete që o ti përçash, o ti bësh. Pra domethënë, pësën sa herë ka çaj Ilir Meta, ka fitu Saliu. Kjo është fakt. Dhe thon thjesht, domethënë, në të gjithë historikën e zgjedhjeve. Kurse në këtë zgjedhjet e sotme është vijim i trendit që ka nisë që në 2017. Mendoj që PD-ja dhe LSI-ja kanë gabuar rënd dhe shumë rënd në vitin 2017 me keq rrjeshtimin politik dhe veçanërisht në qeverinë e përbashkët PD, PS, LSI, ato 3 muaj, 4 muaj sa ishin ato. Ajo ka qenë katastrofa, mendoj unë, e krijimit një klime politike jo fort dashamirëse, jo fort të balancuar, sepse u kriju ideja, pra dhanë prova, të 3 partitë dhanë prova që janë të 3 njësoj. Dhe në këto kushte, elektorati shqiptar për herë të parë, në 30 vjet, vendosi që të mbajë një parti vetëm në pushtet. Ka ndodhur në 2017 kjo gjë. Aty thyu akujt e asaj që vinte nga e shkuara, Partia Socialiste dhe Edi Rama, dhe u filloi të sigurohej që po, u fitokan zgjedhjet dhe vetëm. 2021-shin e konfirmoi, tani e ka thelluar edhe për shkak të dobësisë, politik. Tani shkon kjo zoti Manjani që nga data, që nga mbrëmja 11 majit edhe tani në vazhdim, Partia Demokratike vetëm justifiken, do thëmë, po nxjerrë që na kanë vjedhur. Tani, viden 33 mandate, se 3, 13, 23... Nuk ekziston fjala vjedhje. Po çfarë? Vjedhje... Tjetërsi. Vjedhje do të thotë ti marrësh dikujt diçka që është e atij. Po.
pra të marrun një gjën tënde, kjo quhet vjedhje. Po? Tashi, nuk kemi pa deri më sot që dikush ka shkoj mori kutinë atje, mbushi me në F6. Kjo quhet vjedhje, ose vjedhja është që votën tënde e marrun. Po çfarë ndodh në PD atëherë? Pse e thon kështu? Shiko, PD-ja ka hyrë në një cikël krize, mosbesimi, një krize, PD-ja në thelb ka humbur instinktin për pushtet. Për herë të fundit PD-ja ka fituar në vitin 2011. Imagjinoni. Zgjedhjet lokale kur fitoi Lulzim Basha me ato grushtin e votave që nësi ka. Kjo është fitoria e fundit e Partisë Demokratike. 2011. Imagjinoni, jemi 14 vjet më vonë. Po shumë vërtet. Këta kanë harruar të fitojnë. Kanë humbur instinktet e pushtetit. Shumë drejt, jo po të vesh re me vëmendje, edhe në një nga eksponentët që është ende në garën e Partisë Demokratike, në lojën e Partisë Demokratike, çfarë thonë? Kanë memorie e shkuar, shumë e shkuar. Kur ishim ne Once upon a time. 14 vjet përpara, e kupton 20 vjet më përpara. 20 vjet imagjinoni. Rrit fëmia është bëj 20 vjeç. 20 vjeç është shumë i rëndësishëm, nuk ka haber fare, nuk e njeh hiç Partinë Demokratike. Si e përcolle dje atë që zoti Berisha tha në Parlamentin Evropian në takim me disa përfaqësues të Komisionit jashtë të Parlamentit Evropian që Shqipëria është i vetmi narkoshtet në Evropë? Berisha ka 30 vjet që e bën këtë histori, ka mbi 30 vjet që e bën këtë. Ka bërë dhe Rama. Edhe Rama e ka bërë, për fat keq e ka bërë dhe Rama, po, vërtet është. Nuk e kemi maturin për... Por Berisha ka qenë ekstremi i gjës, pra në përpjekje për të luftuar kundërshtarin politik, ka dëmtuar vendin. Pra domthon ka hedhur acid dhe ka djeg vendin. Kjo është thelbi i gjës. Ka hedhur acid. Po acid është. Kjo është mjedis acid tani që ti të shkosh në mes të Europës ku paragjykimi është jashtëzakonshëm, që këta shqiptarët po na mysin në drogë, na sjellin kriminal, po na bëjnë hata në rrugët e perëndimit. Do turizëm. Si ta them, se mas dot. Se thot Sali Berisha tani, nuk e thot njëri atje. Jo, ditë them që imazhi nuk është gjë e mirë. Pra, domethënë, unë shoh këtë gjë, nuk shoh dëmtohet apo turizmi sepse këto janë edhe ngjarje individuale. Po shoh të gjë që nga viti në vit pasaporta jonë në kufit e Europës trajtohet me më shumë kontroll. Më shumë kontroll? Harxhohet më shumë minuta sot para policit evropian me pasaportë. Mua më rezulton të paktën. Kontrollojnë ty? Jo mua, por rradha e avionit që zbret nga Shqipëria, kudo, në cilin do aeroport nuk dos me shtetas të tjerë. Nuk na ka ndodhur asnjë më përpara. Po, asnjë, edhe unë po habitem, nuk e di, s'm ka qenë. Pra, nga vitin në vit ka ardhur duke u shtrënguar kjo gjë, sepse ka dalë ideja. I kput Berisha dhe një narkoshtet i vetëm. Nuk vetëm Berisha, ne e bëjmë të gjithë këtë gjë. Mira, po kemi këtë smundje sepse sa shohim ne të huj, hapim barkun, zorrot, i themi, ja thash një të huj, u kënaq. Ti e ke bërë ndonjëherë? Duhet ta kem bërë edhe unë. E ke bërë? Duhet ta kem bërë tani, se unë të falenderoj që se kjo është një lloj dhe falje, besoj. Jo, më duhet tash shqiptare më dhe unë, nuk dalloj nga shumë nga pjesa tjetër, por e vërteta duhet pranuar. Pra po tipiku ka qenë Berisha. Realisht tipiku prej mjedisit politik ka qenë Berisha dhe mbetet Berisha. Fut edhe e rretullon atje, ë? Domethënë ka qenë sepse ai krijoi modelin e njeriu që flet outspoken, një njeri që mendon jashtë kutisë, që thot të vërtetën, që dhe ne na pëlqen kjo gjë, pavarësisht se nuk kuptojmë ose kur e kuptojmë, është shumë vonë që kemi bërë një dëm shumë të madh vetes. Është njësoj kur ulesh në sofër, a buk, e kupton, s'pëlqeu ushqimi dhe e menderos sofrën, por nuk shkon atë, ne ti ke ngrënë aty. Nuk mund